Ersan Culej përfaqëson një zë të rëndësishëm në letërsinë moderne shqiptare të brezit e tij, duke u dalluar për një krijimtari të larmishme që përfshin poezinë, prozën dhe kritikën letrare. Përmes veprave të tij, ai trajton me thellësi çështje që lidhen me identitetin kulturor dhe trashëgiminë historike, duke sjellë një qasje reflektuese dhe të angazhuar ndaj realitetit kombëtar. Në këtë intervistë ekskluzive për emisionin Makina e Shkrimit në Ston Kosova, Ersan Culej flet për librin e tij më të ri, 7 ditë në kryezë me Imzat Maksopin. Autori Culej në këtë roman ndërthur përvojën personale me historinë, duke trajtuar figura dhe ngjarje të rëndësishme. Përmes dialogëve të ngjeshur dhe reflektimeve të thella, vepra eksploron raportin mes besimit, identitetit dhe sfidave të kohës, duke shndruar rrethimin një dëshmi të gjallë të realitetit shpirtëror dhe historik. Shumë faleminderit shumë që në këtë kohë ta realizojmë këtë intervistë. Një herë është përgëzoj për librin më të ri, të cilin e ke titulluar 7 ditë në kryezë me Imzat Maksopin. Kënaqësia është edhe imja, për ne që shkruajmë është kënaqësi, sepse në mënyrë instinktive ti ke nevojë me prezantu produktin tanë shpirtëror. Jo si një mani ose si një narcis kulturor letrar, po si një përvojë edhe deponim dhe investim vlera. Falenderoj për mundësinë, edhe në vazhdën e kësaj të shohim çka po reflektojmë, çka pas po. Dihet se kontakti i parë me një libër është titulli i kësaj vepre letrare, është çfarë zhanri është shkruar. Ju keni titulluar librin si përmendëm 7 ditë në kryezë me Imzat Maksopin. Çka do të thotë ky titull simbolik apo ta quajmë kështu metaforik? Po, unë shpesh meditoj për titull. Si në rastin e dëbuarit, do thotë e kam pagëzuar 14 vite pa u botu ka zgjat procesi. Numri 7 në numerologjinë, eskatologjinë e jetës, tregon për sotshmërinë, zjarrin, dashurinë, amshimin, vërtetën historike, edhe përmbylljen e një cikli jetësor ose kozmogonik. Tash unë në mënyrë metaforike kam kriju idenë ose strukturën e rrafimit romanor, një lloj skenari që përmes 7 ditëve kinse ne gjindemi në portën e Durrësit, ku ka shërbyer Imzati, janë zhvilluar gjitha dialogjet për jetën, ekzistencën, shërbesën, mbijetesën, ndryrimet ideologjike, varfrinë kombëtare, ekonomike fillimisht, varfria integruese, edhe zgripi ekzistencial. Do thotë, qëllimisht e kam përdorur këtë numër, me dhënë sinjalen ose metaforën e mesazhit se tek përmbyllja përmbyllet çdo gjë. Edhe s'ke çka thu më shumë. Jo që është pika fundit letrare, por kuptimin e konstruktit të antropologjik, psikologjisë të angazhimit kombëtar, fetar, humanitar që ka qenë me miliona në kohën e krizës kosovare. Do thotë një njeri që përshkruhet faktikisht përmbyllja e historisë vetanake. Një njeri që din pse ka ardhur në këtë botë, din se në thirrje ka, din pse jeton, din çka don, din çka vepron, pse vepron, edhe do të gjithçka jeta e tij në shërbes të jetës shqiptare dhe kulturës së shpirtit njerëzor. Ersan është roman i vlerësuar si roman autobiografik dhe historik. Mund ta flesi pak pika për mbledhje se përveç atyre detajeve që përmendet se çka keni trajtuar brenda këtij libri. Po, një aspekt është autobiografik, se auto do të thotë vetë rrëfim. Po është roman që flet për historinë shqiptare, për një periudhë historike shumë ndërlikuar, duke filluar prej viteve 70 kur ne kemi pa dritën e universitetit edhe qasjes në jetën edhe sociale, ekonomike, institucionale, politike, por nuk na ka zgjatur shumë ajo kënaqësi sepse një krijesë artificiale si Jugoslavia s'ka dhënë shumë, edhe pikërisht në Piemontin, në Olimpin e aty në ngjarjeve ka dalë një skemë Maksopin. Thotë fillimisht me shërbesin e tij në Frejzaj, si sekretari Nik Preles, me vonore e tij në Klin. Ora e tij në Klin e ka ballafaquar, ka taku me një strukturë njerëzish tradicional, intelektual, numër të madh. Njerëz që kanë ditë çka është tradita, çka është kombi, çka është e vërteta, çka është historia, çka është feja, çka bashkëtesa, çka karakteristike për Klinën. Ky pikërisht aty ka kryer emrin e madh tij. Edhe emri i tij publik është bë me pajtimin e gjaqeve.
Bile aty është shumë interesant një skenë, sot I kujtoj ato skena 16 vjeçar isha. Më kujtohet Anton Qeta, Mulla Xhevat Kryezeu, Harullah Gorani, Mark Sopi, kush ka qenë Mark Krasniqi. Do thot aty I ka ardhur ideja edhe Mulla Xhevatit që një javë mbrapa, kjo lëvizje kombëtare bartet në Bubavec. Dhe kanë qenë 2 takime jashtëzakonisht të mëdha, para Verat Lukës. Nështë jam gabim, po aty dykon. Atëherë faktikisht emri I tij e bën shumë publik. Po kulmi ka qenë zgjedhja e tij për IPESH të Kosovës. Do thotë ky vit 96 zgjedhja e IPESH të Kosovës. Njerë ka shërbyer në Durrës në kohën e dekadencës shpirtërore, kur njerëzit kanë nevojë për një cobuk. Do të thonë, Shqipëria I kanë gjë një shkretire. Një shkretire edhe ekonomike, shpirtërore, do thotë një kaos I shpirtëror edhe sociologjik vdijes. Thjesht njerëzit nuk kanë ditë pse jetojnë. Ky pikërisht në atë pikë, ky ka dhënë elementin humanitar ti. Me miliona euro I ka derdhë me Caritaset italiane për shqiptarët e Shqipërisë, edhe ka mbet gjurmë e madhe. Në momentin që zgjedhi IPESH, Rugova si njëri dritë lartë, e ka ditë rolin e kishës si port diplomatike. Edhe këta e ka ofruar vetë ngjirin e tij. Edhe janë bërë një lloj partnership, një leadership intelektual që me trokit në portat e botës pa luftë, pa pasoja. Lufta ka qenë me rujt substancën njerëzore. Edhe kanë arritur deri në fund, por dikur shpërthimet e lufta UÇK-s të procesës nuk ndalojnë sepse dhona ishte shumë e madhe, por edhe aty ky ka dhënë një mesazh të unitetit, vetdijes lartë. Edhe është bile një moment të dialogjet thotë më zot aje për luftën. Thotë doktrina thotë jo. Paremisht nuk jam, thotë po I gëzona shumë fitores luftëtarët tanë me male. Do thotë me gjithë doktrinën, me gjithë anën spirituale, njerëzit ndjen veten shqiptar. Do thotë, ky ka dhënë modelin e një leadership intelektual që e ka mahnit botën, takimet e tij intime, të hershme me Papa John Paulin II, që më ka dëshmuar njëherë që ai ka biseduar me ta si këta tri që bajnë, kështu që thonë hey, ku je shokja, do thotë ka po. Edhe ky e ka pas një fuqi magjike me I rujt miqt. Shokët e tij studimeve, kur ka magjistruar në Rom, dikur janë bë kardinaj. Për shembull, takimin e parë me nënën Tereze e ka pas Mark Sopi. Shkrimin e parë për nënën Tereze e ka pas Mark Sopi. Ngjarje të tjetër. Aja kur kanë dëgjuar se është shpreh shqiptar nga zona Karadakut. Edhe është nipi, do thotë, I Domzef Ramës, I cili e ka pagzuar nënën Terezën shkup si fëmijë. Këto është e lidha që del shqiptare kjo. Aja është mahnit, nëna Tereze, edhe nëna Maria saj faktikisht ka qenë motra e Domzef Ramës. Ai ka qenë pagzuesi saj. Kolbe Agjiv një patriot I madh, edhe e ka marrë raportin shumë të thellë me nëna Tereze, letër këmbimi që janë bërë. Edhe vizitat që ja ka bërë nëna Tereza, 5 vizita Kosovës, janë fryt I mençurisë, urtisë dhe mbajtjes së linjës në nëna Tereze, që ka ndodhur në Zllakuçan 82-ën. Aty janë fotot, sot është I njëjti ballkoni, njëjta foto, njëjta pamje. Disa djetë dajës tim kanë qenë prezent aty. Aty ne bën vizita në Bej, ka pas 5 vizita. Do thotë, ka një leadership intelektual që ka dashur me plasu imazhin shqiptar si civilizim I lashtë, për me argumentuar lashësinë I lire. E ky ka dashur botës me treguar edhe botës slave, sepse fatkeqësisht ta kanë imponuar gjithmonë ngacmimin nacional. Ka dashur me demantute diplomacia evropiane se ne nuk jemi popull analfabet, nuk jemi pa integruar, nuk jemi pa civilizuar, por jemi bërthama e këtij Ballkani. Me mjete politike, diplomatike, humanitare, ky e ka rritë qëllimin. Dhe se përmende këto detaje, Wilson është e pamundur që mos të posa dhe vështirësi deri në hartimin apo ta themi këtë kushtimet deri në plotësimin e këtij libri biografik historik. Sa ka qenë e vështirë rruga puna juaj kërkimore ta quajmë kështu, pse jo dhe shkencore deri në plotësimin e plotë të këtij libri të cilin sot e kemi në duar. Po, me thënë vërtetën, puna kreative është 1000 herë më e rëndë që puna shkencore. Tash ne jemi një ambient shkencor këtu. Unë për shembull temën e magjistraturës time kam pas 285 faqe, kompjuterit tash janë. Me dashur me botu vetëm temën që kam mbrojt paqja e Parisit dhe roli I Woodrow Wilsonit në shtetbemën shqiptare, dhe libër 500 faqe. Nuk e kam atitje.
Krijimtaria vjen prej bërthamës shpirtit, prej lodhes, prej sakrificës, pagjumësisë. Unë këtë artë tjetës e kam zhvillu shumë mirë. Me të thonë se unë 19 muaj, një afat super rekord. Kam punu 12, 13, 14 orë, pa ndërprej, mbi kompjuter, vetëm një trashëgimi sportive. Pra për thamë këta, zoti ka dashur, që unë kam ushtru me dekada, sepse dikush do të kollapsonte, sepse terreni ishte i gjanë. Arët ishin shumë të mëdha, e kortar kishte pak. Tash unë kisha jetën administrative, është familje, nevojat sportit, besa, veç një shpirt titanik, një ideal i fortë, një qëllim, sepse ish 20 vjetori. U lidhke me këta, me Imzatur Marksopin, u lidhke me Dekën Rogovs. Sot dhe kthej kujtesën edhe më kujtohet, isha gazetar, kujtohet kim punu në bashkë në Lirë e Post. Larry Rossin që e ka tha, me thonë e ti, magjike për tha, edhe ky që miku ky, Elliot Engel, erdhi me Harry Baraktarin të kishë në pianë. Mendimin që e ka thonë ai për Imzat Marksopin, vetëm munal strukturat intelektuale shqiptare, me zbërthy, aja thëtë sa një bibliotekë. Do të takon një njeri që ka ditë përmes institucionit, përmes përkushtimit shpirtëror, përmes ekonomisë. Tash merrem me men krizën e emergjencës. Ne kemi qenë kuadër të mikut. Dikun 5 milion euro i ka dhënë për fazën e emergjencës. Spitalet në Pej, në Drenicë, ambulanta, sa shkolla, sa institucioni, do të thotë ai njeri kalon mangut shumë aspekte klerikale, këto nevojat e mureve, që për mu mure. Të marrë me pjesën humanitare. Të marrë humanitare, kur një 5.000, një veshje, një petkë në trup, sot është ekuivalenti një pallati, sepse njerëzit ishin në zgrimin egzistencial. Do thotë, ky e ka ditë si ka vepruar me Caritasën, me këto gjëra. Edhe thjesht ka dashur me tregu që unë jam substancë e këtij populli, aq sa më lejon petku fetar, por mbi gjitha ka qenë vizionar i jashtëzakonshëm. Sepse te mileniumet aty lidhet penga dhe fati i kombëve. E na pikërisht në milenium ndodhi lufta, ndryshime epokale dhe botëror, faktikisht ishte mileniumi i tretë, edhe ky e ka katapultuar gjendjen integruese, intelektuale, shpirtërore, diplomatike shumë mirë. Na mungon, thjesht ju them, edhe mendoj që mungesa këtyre kapaciteteve njerëzore ka kriju edhe handicap, edhe politikë, edhe shpirtërore, institucionale, edhe klerikale, edhe të harmonisë ndërfetare, jo ashtu zik krejtësisht, por thjesht nuk janë të ditë me majt fijen Arianës, nuk janë të ditë me shtru rrugë të unifikimit dhe dashurisë në vepër. Nuk është bashkëjetesë ndërfetare, me thonë Urime Bajrami, artan se të kam me besimit islam, por dashuria në vepër do të me ekzistu. Nuk është e vetëm një mesazh. Ky për shembull, ky ka dhënë mesazhin e një dashurie platonike, karita, kombëtare. Për shembull kanë shtektu me Mulla Rexhebojin. Ta kanë shtektu ka bashkë vepru, kanë bërë platforma kombëtare, si me maj popullin unik. Kanë marrë pjesë në sesione ndërkombëtare në Sarajeve, në lidhje të kombëve, në Gjermani, Austri. Kanë udhëtuar bashkë me ditë e net. Do të thotë janë kanë gjene me nda dhe kafshatën e fundit, edhe me qëndruan një tjetër në krizë. Ta kanë dhënë shembull më të mirë të unitetit ndërfetar. Do më kjo është taj mesazhe kryesore që përcjellën këtu kanë diku, kanë diku formimit. Sepse unë e tham aty të romani. Isha rritur një ambient multikulturor, multinacional, ndërfetar, kishte serb, kishte kroat, kishte besimin musliman, katolik. Thotë edhe nana jonë të takon prototipi i dashurisë në vepër, një humaniste e madhe. Thotë edhe unë kur nuk e kam pas problem ose barrierë takimet me kombe të ndryshme, me fetë ndryshme, edhe bashkëjetesën ndërfetare e ka marrë të natyrshme. Dy shqiptarë shtektojnë me një flamur të bardhë, shtektojnë në një qëllim, kështu afërsisht e kam cek. Ata kanë qenë shembull i unitetit. Tash nuk e di as superegoja apo narcisi i gjithdijshmeve ka kriju një lloj handicapi, po mungon kjo pjesë. Kemi polarizime, kemi polemika, kemi ideologji, kemi heretizëm, kemi dogmatizëm, kemi primitivizëm, janë dhimbshme, hipokrizi,
Zakonisht lider, ti e din që dhe më thonë, ashtu udhëhec. E një popull shkon dam, thëshin përpara i shtëpi shkon dam për një mashkull të mirë. Dhe thotë, këta kanë qenë modeli më i mirë i jetës përbashkë shqiptare dhe vizionit kombëtar. Më nësa pak më ndalë dhe sa i përmendu këto detajet ma thelpsore që është që e keni trajtuar faktikisht brenda këtij romani, dhe çka e bën më të veçantë këtë libër krahasuar me libra pra që keni shkruar, edhe ato që kanë shkruar për Imzat Marsopin. Parimisht, më them edhe për publik. Këtë libër dashur me shkru 5-6 veta së bashku, njerëz të profesionit një, do të njerëz të klerit. Jo një laik, unë jam laik, po jam shumë institucionalist, njëri i rob i librit, por ideja ka për një kolegu ti, te pa mrekulli tha që e ke bën me dëbuar për librin për 20 tha mundesh tash në muj, po shokem thash është një vit pyetje. Kjo libër i ka dashur 7-8 vite, normal logjikisht. Pra ta është baja puna titanike që të thash. Këtu, a di çka bën veçantë? Gjithë ata kolegët e tij që e lexojnë, kanë me pyet veten. Ne ishim bashk, i më ushqy bashkë një turist, i më udhëtu me ta, ke marrë urdhrat e tina, se ka qenë shumë parimor, shumë i prem, moralist, jashtëzakonshëm. Se nuk e kem pa këtë veprim tina, po pas ka pas edhe këtë virtyt, pas ka pas këtë nacionalizëm mençur, pas ka pas këtë humanizëm, pas ka pas fuqinë e unitetit, menaxhimit, plasimit vlerave. Ata kanë më shoku me vetën përmes dialogjeve. Që më kanë ndihmu kjo shumë? Une, për këto 52 vite jetë që i kam, unë atë njëri e ka një që 42 vite. Sepse shërbesa ti në Zllakoçan, aty ishte familja ma madhe ka qenë në Kosovë nështë. Kem pas imazhin e tina, njëreut, zotëri, fjalë pak, meditativ, vizionar, se unë e cekja aty, pse heshte një kohë edhe nuk diskutante, nuk deklarante Imzat Marsopi. Sepse në ulsën e parë të kishës i kishte hipokritit edhe njerëz që i kanë shërby edhe sistemit komunist. Një deklaratë e pamatme, kishte mbetë pa bari shpirtëror. Ky ka ditë me prit kohën. Dhe ai thot një vend, sa të fuqia më e madhe e njeriut, Imzoti flet për veten, është me majt veten në kontroll. E ka pas moral të jashtëzakonshëm. Spjegojnë, miqtë e tij kur kanë qenë gjimnaz, atëherë ka qenë në Pazin, Kroacisë, kufimi Italias jashtë. Po. Thot 16 vjeçar kur dilshim Korzo, syri ti kur s'ka ramkat. Kur i shike kolegët e vet të bën disa lëvizje pa kontroll, dhe ke kanë rënë hitha, ta duhet me i kontrollu. Dhe thot ka dhënë sinjale. Tash kur ke moralin e fortë, se Kanti është shumë bukur. Nëse do të më shkatruni kom, kushdo kjo moralin edhe religjionin. Ky ka pas moralin e fortë, traditën e fortë për ardhen, ka pas kulturën e leximit, kur ka magjistru ky shumë pak. Njerëz kanë ditë çka magjistratura. Edhe është një rast interesant. Mlidhet me thonën e Rrogovës. Rrogova ka qenë shumë i madh në kuptimin e ideve. Thotë nuk mund të merrna me letërsi kur e shoh popullin tim duke mu vrarë rrugës. Rrogova ka thënë. E ky ka mund me doktorua, me krye edhe akademi. Por thjesht krejtqenia ti është sublimu, fal traditës që e ka pas, kulturës së leximit dhe prejardhës, e ka sublimu të angazhimi kombëtar dhe diplomacisë fshetë. Më me quajse diplomacia fshetë. Sepse në perëndim, unë vetë jam magjistër më ndërkombëtare. 2% shihen për publiku, 98% janë në tavolinë. Ky ka ditë me përfitu zemrën e diplomatit. Ata kur ky s'ka pas pengesë, një telefonat, një kontakt, një ndihmë konkrete, qoftë edhe me miliona euro, ndihmë diplomatike, sepse ky ka pas synimin, unë e tham aty. Kosova e anonimitetit dhe vujtjes ka pas synim Adriatikun. Po për te Adriatikut, shenë e gjithë ato ditë roli Papës Gjën Paul II, me synu Atlantikun. Kur kem dona për te Atlantikut, atëherë është evoluos liria Kosovës, me djenë tonë male, me një rathon, parathon, një luftë titanike spartakiana, por janë sublimu dyja, diplomacia, mençuria, vujtja, drejta historike, kombëtare, edhe aq më janë artikulu, edhe tash për shembull ngjarjet e marsit 2004 kanë qenë shumë të rrezikshme, sepse këtu kanë vepruar shërbime të jashtë. Edhe akon e rrezikshme nuk kriju imazhi
popullit shqiptar një shteti islamik, tani më duhet shtetë, duhet kaos. Me ardhë, doktrina Miloševićiane ta më në thojza me u realizu edhe me u vërtetu. Tash deklarata tite në Këshillë Sigrimit, nas kemi rrezik nga islami politik, na jemi shqiptar, këtë çështje mund me rregullu vetëm Amerika, ka qenë demantimi më i madh historik që kemi rrezikuar ndoshta me vënu edhe pavarësinë, ndoshta edhe me në mohu, se ndërkombëtarët dinë me vepru çuditshëm kanë njerë. Dhe thotë janë mbledh dija, vullneti, intelekti, përvoja, tradita, historia, gjitha në një vend. Edhe tu qëndron ky njeri i madh. A konë modest. Për shembull kur e ke pa këta ti kemi nushë. Po këto do të thonë mund ndarë se po të ndërprej. Si ka qenë si njëri përveç anës profesionale, akademike që i përmende. Bravo. Si ka qenë si njëri Ky ka qenë modeli më i mirë i një konstrukti njerëzor. Për shembull, nuk ka qenë njëri i madh shumë, por i shnetshëm, korpulent. Kur e ke pa, tu ka duk një aristokrat që ky jeton mërmer, si në Roma, ose në Venedik, si por ja tha një vend, ai vishej si aristokrat, por harxhonte paranë mbrana ditës sa një besimtar më i thjeshtë. Ky s'ka jetu për aparencë, ky ka jetu për përkushtimin. Ka jetu zotëri, por jo në kuptimin e manisë veshjeve të shtrenjta këtu, sepse ka ditë mirë çka thot doktrina. Nëse ke dy këmisha, falë vllaut tani tjetër. Ma ka dëshmu kolekti ti me mosh, se këta 40 të porsive s'fara, se mosh për... Thot ka ndodhë, është diskutu për shembull ambulanta në Qareu, ose iksi dispanzeri, spitalin, Pejnë, Gjilan. Sot vetëm e ka hap kuferin kështu, atë nëskur këto në mëdhaja tonë, në dashurën. E ka hap kuferin sa po duhen, 200.000, do thot. Nuk i ka adresu të shqiptarët e besimit katolik, po të shqiptari, do thot s'ka pas kjo smunjen që të ndihmoj të struktura fetare inja, sepse kjo ka marrë substancën shqiptare ka marrë tërsi, si qëllim, ose rrugë e përbashkët. Dhe kjo e ka ditë mirë se na s'mund me shku ndryshe në avancime. Sa pa rrim na si shoqënimi me përcjell mesazhet e imzatmarrë sopit? Shumë pak, se njeriu jeton si mas modele kulturore. Çdo artist në Hollywood, unë kam dëgjuar shpesh intervistat, e kam pasur paraprakisht idol, model, një artist përpara. Na e kemi pas modelet përpara. Fatkeqësisht jemi shndrru në jetë tipit bukë dhe cirk. Se është në kriminologji thuhet indiferentizmi është barabartë me kriminalitetin. Nuk është kriminalitet vetëm me vradi kanë. Por është fëmin në rrugë të kalun zebër, ti nuk shkon me larguse. Më në 10 sekonda i vdes, shkel vetura. Ti për shkak komoditetit kafes tane, ti nuk shkon me shpëtu një shpirt njerëzor. E ka pas shpirtin e iniciativës, gatishmërisë, leximit shenjë kohës. Për shembull, takimet që e ka pas me njerëz tjerë në atë kohë s'kam mi pas televizion, s'kam mi pa në satelit, por ka qenë jashtëzakonisht modest. Ma ka dëshmuar një mik jam i ngushtë, një herë jam taku me ta, ka punu për këtys me unë mik, tash në Tiranë. Edhe i të regua për projektin. 2 personat tjerë që ishim pak cinika, projekti gjanë, a mosh me arrit. Unë e tha kam pas përvojën, kur ka hikë kë mbledhje ndërkombëtare, ku ka qenë Prishtinë, në forumet ndërkombëtare, besotat ju kanë përkull si kurse ata japonezët, haras ja bëngështë në karate, ose ta qeq ka pas konsiderat orë, edhe ja u ka hangër energjinë. Dhe më ka plasu një shqiptar, një klerë, një strukturë, një trashëgimi të lashtë i lire. Një mënyrë, për thamë, s'po du me glorifiku, mirërisht në mungon Rugova, në mungon Pemi Hagani, në mungon një modelit, në mungon imzatmarrë sopit, Mark Krasniqi, Zefimir Dita, më i premeni qëllimisht ata. Se ky nuk ka nejme lalak, se për thamë kështu thjesht, nuk ka nejme njerëz do si do. Ky thjesht ka nejt me intelektuale vizionare, që i ka marrë si shpatull, si dorë ndihmatare. Nuk ka nejt për kërkosë, se ky ka nejt me ato elitat që tjerë se kanë shanse as me i pa televizion. Por edhe tek strukturat intelektuale shqiptare i ka zgjidhur të mençurit, dishmit, karaktershmit, edhe që e kanë një nacionalizëm pjekull. Edhe kanë vepruar heshtje. Për shembull, vllavi Anton Qetës Benjamini që ka qenë kardiolog, në Durrës shpjegohet. Ka qenë mik jashtëzakonshëm i tij. Çdo ditë në taku, kanë bërë projekte, kanë bërë ndihmë humanitare. Do thotë përmes tij e kanë njoftë, kanë njoftë shumë herë Anton Qetën, e kanë njoftë Rugovën vitet e rinisë tij.
që thash është e katapulti emri ti i madh. Se aty ka një konstelacion i gjanë që ky ka shërby dikon 4-6 fshatra. Që ka përfshirë vetëm Klinë, po 2 territore më shumë se Klina. Edhe ka qenë, domethënë, njëri simboli i vlerave edhe prezantimi i vlerave në botë. Vilson veç pi afro me këtë fund të bisedës, po më intereson ju si autor se pse kështë rekomandohet lexohet ky libër të cilin e ke titulluar 7 ditë në trez me Imzat Marksopin. Ja rekomandoj se përmes këtij libri kanë me pa edhe me lexu një atlas shpirtëror të madh. Një harmoni të madhe shpirtërore, një intelekt të jashtëzakonshëm, një diplomaci të jashtëzakonshëm, një altruizëm, një dashuri në vepër për kombin. Njeriu që e jep vetën dhe qenjen për atë dhënë, për fenë, për të mirën, për humanizmin, jo si krekosje, edhe jo për interes ti, që atë dhënë me vdek për interesin e ti, po ky me ushu me vdek për atë dhënë ti. Ky në praktikën e ka përjetu për shkak stresit pozitiv e angazhimit për katedralen. Mos ishte rrugova dhe normalisht realizu, por çështjet e jashtme, sepse në kulturën mesjetare, një shtet për në marrë kontura të vërtetë të mirë fjalën a dash me pas një universitet, një shatërvan, një katedrale. Atër kanë ardhur ato spitalet. Kjo ka pas imazhin një shtet një popull 2000-3000 vjeçar. Fiton liri mas 2000 vite, se na gjithmonë kanë qenë anë të mund, edhe mes jetë Kosova kjo. A dash një katedrale e Bogdanit. Do thotë kjo është i peshvi mas 350 vjet është një performë është i peshvi legjitim i Kosovës. E këta me rrugovën me konceptin e tyre kanë dashur një katedrale bogdaniane. Normal që është me emrin Anë Stereze na kuptojnë për shkak të shenjtërisë dhe si më thonë edhe prezantimi i vlerave shqiptare në botë, univerzalizmi. Por ka tendenca e vazhdimësisë kronologjisë historike. Se Dardania është e mushme plot me. Është një moment kur për fond tash pethëm çuditshëm. Aty normal që punon pak edhe imagjinata ime, po të mësoj cilat kanë qenë çastet më të gëzueshme. Pa tillë tani jetën tonë. Thëtë ardha shtatorës Gjergj Kastriot. Po e dyta thëtë katedrale, po e treta kja. Shkojnë 7-8-10 pyetje. Thëtë në falë, tash a katedralja apo shtatorja Gjergj Kastriot? Shtatorja Gjergj Kastriot. Pse thëtë? Se Gjergji thëtë mbrojti thëtë 100 katedrale në Troje Dardane. Ishte njëri që mbrojti 100 katedrale. Dhe me thonë, kjo e ka pas dijen për lashtësi, jo imponimin historik. Por ko se vinë këta që kanë ardhur në shekullin e 7-8 në Ballkan, do të shet histori, jo ta vjedh histori, ky ka dashur me pas adutin e lashtësisë. Por si ka bërë përshtypje konfesioni fetar të shqiptarët. Vetëm ai shqiptarë mirë dhe të mirë. Këtu ka qenë magjia tina. Ato 2000 vjet ka dashur mi sublimu me këtë jetën kontemporane, tanishme, momentale, prekshme. Po të nëma, kjo është njëri aq i thellë, që është shembull. Një adhëtarje të heshtur, pa krakosje, i diplomacie stërvjellë, prezantimit vlera morale, dignitetit njerëzor, familjar, ka zona Karadok, që janë një familje shumë intelektuale, familja Sopin shumë zot, me funksione me gjitha. Dashurisë në vepër, harmonisë, edhe kur këtë teorin e refuzimit estetik që dhe kërëgova se ka pasë. Ky të ka myt me heshtjen e vetë. Të ka pa tej për tej si në pasqyrë nuk është deklaru. Por ku ka momentumi ta ka thonë gabimin. Por but, prapë si një pedagog. Edhe pritja ti, a kontundim për njerëz që e duhe lavdin me afsh, ka qenë të ndërë. Faleminderit shumë, Lisan. Qofsh me lira, kënaqësi gjithmonë me bëjnë intervistë me ty. Respekt. Respekt, po ashtu. Shumë faleminderit. U gëzosh.